Në komunën e Gjakovës ka disa javë që është formuar komisioni për identifikimin e objekteve të vjetra në pronë publike dhe private, të cilat paraqesin rrezik për shembje në zonat ku janë. Pranush Komani, kryetari i komisionit, thotë se nëse objektet janë në pronë komunale, atëherë rrezimin e tyre e bën komuna. Ndërsa objektet që janë në pronë publike, pronarët komuna e Gjakovës, ne do t'i dëmëlojmë përmes të nderit i cili është përgjegjësi e detyrës për punë inspektuese. Po ashtu edhe nëse ndonjë objekt është pronar, titullari i pronës është agjencia apo ministria, na do t'i njoftojmë për dëmbëlimin e atij objekti nëse konsiderohet me rrezikshmëri të lartë për banorët. Ndërsa në rastet kur komisioni identifikon ndonjë objekt me rrezikshmëri por që është në pronë private, atëherë ne i lajmërojmë palët dhe pronari duhet të shemb objektin. Na si komision, në bazë kërkesave që parashtrojnë banorët atë pjesë nga vinat të frekuentojnë, pranojmë kërkesën dhe dalim në teren për verifikimin e objekteve. Dhe objekti nëse është në pronë private dhe është objekt me rrezikshmëri, ne bëjmë njoftimin palës që ta bën dëmëlimin e atij objekti në pronë. Në të kundën të përgjegjësinë do ta merr dhe do ta bëj taj. Në një rast për të cilën TVSyri ka raportuar ku një person ka në pronësi një objekt të vjetruar por që paraqet rrezik për kalimtarët sidomos të nxënësit, Komani tha se duhet të shikohet aktet ligjore se çfarë lejohet në këtë drejtim. Këtë çështje unë vetëm do të marr njoftim prej kryetarit se si do të procedohet me këtë rast për mundësinë e mjeteve për me bë dëmëlimin e objektit. Ndërsa për objektet që paraqesin rrezik dhe janë në pronësi të Ministrisë së Brendshme ose AKP-s, kryetari i komisionit tha se edhe këtu njoftohen palët që të reagojnë për rrënim.